Pra ju vazhdoni të insistoni të mos kërkoni ndjes qytetarëve të Vlorës. Jeni e vendosur të mos kërkoni ndjes. Unë vazhdoj të them që nuk ka vend për të bërë politikë. Ja, shpresojmë që kjo ngjarje mos Në fakt zonja kryetare duhet të kujtoj që Zoti Tedi, po t'i referoni memorjes, mund t'i referoni memorjes shumë vite përpara në këtë zonë Novoselës ka qenë vërtet tragjedi për mënyrën se si ishin organizuar gjërat, por në qoftë se do t'i referohemi kësaj ditës së sotme, në këtë terren ka mjete, ka alerte, ka struktura, ka shtab emergjencës, ka struktura shëndetësore, pra ka gjithçka që i duhet një fatkeqësie natyrore përballë. Në fakt edhe mungesën e ujit të pishëm ju e keni cilësuar fatkeqësi natyrore, por kjo është çështje tjetër, por dua të kujtoj që në rrjetin e ujësjelljes kanalizimeve të Bashkisë së Vlorës, në 2-3 vitet e fundit janë shpenzuar jo pak, por 43 milion euro. Mund t'i marrim dalim te situata aktuale, zotim, sigurisht që ajo tema që thonë ju është e rëndësishme, por kemi dua të theksoj që Vlora Zoti Tedi, Vlora Po. A më lejoni të them diçka? Po, patjetër. Po, zonja Mersini. Vlora është qytet që po zgjerohet dhe ka një dinamik në zgjerimin e saj duke krijuar çdo ditë lagje të reja dhe pa diskutim që kur krijohen hapësira të re, investimet e ujësjetit dhe jo vetëm të ujësjetit e shoqërojnë banorët. Në fakt do shpresoja shumë që të ishte merita jo juaj personale, po institucionit të Bashkisë Vlorës dhe qeverisë. Fakti që Vlora qytet nuk është përballur brenda pak javësh nga një tjetër fatkeqësi, pra mirë që e fat pa ujë, po të paktën Zoti ka qenë i kursyer për të mos e përmbytur me ujë Vlorën, për sa kohë kur në një tjetër rast, pra mungesës ujit të pishëm, e gjithë struktura shtetërore, përfshira të lokale dështuan në përballimin e një situate dhe në gjendjen pranë të banorëve, kështu që nuk besoj se ka ndonjë merit fakti që ju sot jeni para kamerave ku refuzuat të ishit në fakt para qytetarëve dhe për të mos harruar që Vlora sot, për fatin e keq, edhe pse një qark i cili ka nxjerrë deputet kryeministrin e vendit është kthyer në simbolin më të më tragjik të korrupsionit, sepse është Vlora e cila sot nuk ka një... Se duket sikur kemi marrë një interpelancë, zoti Blushi. Jo, shqyr gjeta mundësinë, sepse kjo mundësi nuk është dhënë as banorëve të Vlorës, cilët shkuan të takonin... Po, zoti Gjungshi... Shkuan të takonin kryetarët dhe përballen me forcat e policisë. Tani Zoti Tedi, zoti Blushi, gjithë banorët e Vlorës e dinë që kryebashkiaken e kanë pasur në situatë 40 tetor në terren. Po ju mbylli derën në fytyrë dhe ju mbylli derën në fytyrë dhe shumë qytetarë të Vlorës përfunduan në burg se protestuan për mungesën e ujit të pishëm. Më njohin, nuk janë person që i mbyll derën njerëzve, por i përballen. E di e gjithë Vlora se çka ndodh. E di e gjithë Vlora se çka ndodh. Nga studio televizive. Por ju ftoj të vini këtu në terren, të shikoni të vlerësoni për atë që bëjnë për njerëzit. Nga terreni po vi dhe e kam parë reagimin e emergjencave civile të qeverisë. Edhe të çdo pushteti vendor që paka shumë nuk është asgjë tjetër vetë se një miniaturë e mënyrës se si e dirama qeverisë. Jo me syrin e politikës. Por nuk është politik fakti kur banorët e Vlorës janë pa ujë. Dhe kur kryetari e bashkisë nuk u kërkon as ndjes, edhe pse ndoshta s'është përgjegjësia juaj personale direkt. Por nuk është politik fakti kur qarku i Vlorës është kthyer në simbolin e babëzisë se Edi Ramës dhe Belinda Ballukut. Unë uroj që ju sot mos i keni tallur më shumë dhe ti keni poshtruar më shumë lojatët. Duke dalë krah Belinda Ballukut, që është bërë më larg, jo shumë larg vendet ku jeni ju. Edhe këtë mbase e keni problem zoti Tedi, por ju ftoj të vini në rrugët e Duart e mia janë të pastra, zonjë. Duart e mia janë të pastra dhe nuk kam asnjë problem. Mos bëni politik të këtij niveli. Po nuk është politik. Taksat e shqiptarëve nuk janë politik. Edhe duhet ndryshoni cilësinë të bëni politik. Të bësh gjithçka për të vjedhur politike dhe retorika të tilla. Jo, të lesh Vlorën pa ujë, nuk është të lesh Vlorën pa ujë, nuk është dhe të ngresh këtë shqetësim, nuk është politik. Zoti Blushi, të ngresh zërin për tunelin e Llogaras, që është vetëm pak kilometra larg jush. Sepse zonja është në një fletë të bardhë nuk mund të shikosh pikën e zezë, zoti Blushi. Po nuk është një pikë e zezë, ju i keni nxirr fytyrën Vlorës në total, se nuk është se ka një pikë të zezë. Po. Kemi mbroma
Zoti Gjungshi. Po. Unë ju dëgjova me vëmendje, që duhet të theksoj është që kjo situatë, të paktën sipas informacionit që unë kam, nga viti 2017 dhe deri sot, është e 6-a dhe 7-a herë që përsëritet. Dhe jo për herë të parë ose që uji ka arritur në këto kota, në këto nivele. Tani pyetja ime konkrete është kjo. Raport me kanalin e Dajlanit. Ky kanal është i pastruar aktualisht që ne flasim apo nuk është i pastruar? Pyetja e parë. Dhe pyetja e dytë është sa përqind nga buxheti i bashkisë, të cilin ju sapo e keni miratu, pak kohë më parë, për vitin 2026, keni parashiku sa fond konkret keni parashiku në zërin e pastrimeve, bonifikimeve të qytetit, por dhe të gjithë bashkisë që ju mbuloni. Dhe kemi edhe një fakt tjetër, që është fakt shumë interesant. Keni një administrator, një shkryetar komune, dhe pikërisht aty në zonë ku ju ndodheni, ku edhe qeveria bën propagandë më të madhe, që ka me dekada që udhëheq, që qëndron aty, ai ke ditë gjatë, por fakti është që duke keni marrë absolutisht asnjë mas. Megjithatë, unë zonën kryetare të japi përgjigjet për pyetjet tuaja. Duke po i referojmë dhe njerë fillimit të kësaj interviste, duke u ritheksuar, duke vënë dukje që agjinatura e urës së Mifolit nuk ka në asnjë vend të saj çeduar. Pra kjo strukturë e bërë në kohën e dur ka sjellë këtë rezultat sot që ne nuk kemi dalje të lumit për shkak të agjinaturës. Ne kemi shkak daljen e sasisë së madhe të prurjes, pra atë që quhet natyrë. Pyetjes juaj për pastrimin dhe referimit të buxhetit bashkisë, ju bëjmë dije se bordi i kullimit të Vlorës në bashkëpunim dhe me bordin e kullimit rajonal ka paraqitur projekte të një vlerë të konsiderueshme për pastrimin e pastrimit të kanalit që ju referuat dhe është dhe zona e kanalit të Akënis që është gati 3.5 km kanal, po kështu dhe Proj Bunavis që është 2.4 km kanal, që janë kanale të cilat në qoftë se ne do të arrijmë të marrin këto lloj financime nga Ministria e Bujqësisë, do të kemi të siguruar hektar toke të bujqësore të mbrojtur nga nga situata që po ndodhin. Dhe buxheti i Bashkisë së Vlorës po ashtu ka të parashikuar në 2026 pastrimin e kanalit të ujrave të larta të qytetit të Vlorës. Qartë. Sa të konkretizoj qytetarët, kemi po flasim drejt për drejt me drejtuesen e institucionit të bashkisë, jo me një në pushtë të thjeshtë të administratës aty, por konkretisht me ju e cila jeni, ajo e cila firmosni dhe dini në detaje të gjithë buxhetin dhe gjitha zërat e shpenzime për bashkinë për vitin 2026. Pyetja ime ishte konkrete. E para, është pastru apo nuk është pastru kanali i Dajlanit, për që nuk e mora përgjigjen, po mora përgjaturën e Mifolit, s'ka lidhje fare, bëhet fjalë për kanalin i cili është i papastruar, rezultati i mospastrimit uji është përndar dhe hapet nëpër gjithë zonën aty dhe nuk shoh të derët në det. Dhe pyetja e dytë, unë e di se sa përqind është në që ju keni caktuar dhe keni aloku fond për bashkinë, por e du përgjigje konkretisht nga ju, sepse këtu jemi përballë qytetarëve dhe përgjigjen duhet ta marrë qytetarët nga ana ju, jo nga unë. Ju nuk më latë prisja, edhe një konkretisht, sa është fondi limit që ju keni për shpenzime për mirëmbajtje në këtë zonë, në këtë fushë, për gjatë vitit 2026. Vetë kësaj pyetje dhe nuk kërkoni përgjigje nga kryetari e bashkisë, ju lutem më lini të dëgjoj juve, pastaj për buxhetin e Bashkisë Vlorës. Sepse jam duke u thënë që pastrimi i kanalit të ujrave të larta qytetit ka filluar punë në ditët e fundit të dhjetorit. Dhe hidrovori po gjithashtu për pak ditë fillon zbatimi i kontratës dhe për kanalin e Dajlanit që ju referuat, ju risqaroj që projekti është depozituar për financim pranë Ministrisë së Bujqësisë. Kjo është përgjigje që ka kryebashkiakja. Ne nuk flasim për pastrime të pjesshme, të lutem, ne nuk flasim pastrime të pjesshme. Kur unë referojmë pastrimin e kanalit, referojmë një projekti tërësor që Qartë Gjamersini, ju falenderojmë për gjithë detajet që sollët mbrëmjen e sotme në Off the Record. Ne po ju lëm të lirë sepse sigurisht ju thërret detyra për të shkuar pranë qytetarëve. Shumë faleminderit. Faleminderit juve.